ngritur komisionerin e Partisë Socialiste. Për këtë do të flasim me Lorena Kodrën për të na dhënë informacione dhe të gjitha detajet që di lidhur me këtë incident. Do të marrim informacione tjera gjithashtu për qendrat votimit ku ka patur pa rregullsi të mundshme, gjithsesi presim Lorenën. Lorena, linja për ty. Çfarë ka ndodhur fillimisht me komisionerin? Në qytetit Pogradesit, ku një shtetas identifikuar si Luan Dolozhina i njohur si mbështetës i Partisë Demokratike është konfliktuar me një komisioner të Partisë Socialiste Elvin Gega. Ngjarja ka ndodhur në ambientet e qendrës së votimit, por sipas burimeve zyrtare nga policia, nuk ka pasur lidhje të drejtë me procesin zgjedhor. Sipas të njëjtave burime, shkaku i përplasjes lidhet me një konflikt personal, për ta shtetas pritet që të merren në pyetje nga policia për të zbardhur rrethana, ndërkohë që incidenti sigurisht që ka krijuar shqetësim tek qytetarët por edhe tek stati zgjedhor. Autoritetet zgjedhore kanë theksuar se pavarësisht të ngjarjes, procesi i votimit vjen normalisht dhe në masa të shtuara sigurie për të garantuar mbarvajtjen e tij. Ndërkohë, nisida duhet të them që unë aktualisht ndodhem në shkollën Sabri Demeli në një nga qendrat e votimit kur duhet të them se këtu procesi po vjen normalisht, pjesëmarrja është realisht e mirë, ndërkohë që duhet të thënë që tash se kanë përfunduar votimin në qendrën e shtatit Psikopat, 36 gratë e burgut të Polskës në Pogradec, në masa të rrethta sigurie, ato kanë vijuar procesin, nga ana tjetër vjen procesi i votimit në burgun e Drenovës, aty ku janë regjistruar 220 të dënuar. Deri në orën 8, një orë para hapjes së qendrave të votimit, pjesëmarrja ka qenë e ulët me gjithë rekordet. Mosha e 8 ishin më të shumë se ata që janë drejtuar qendrave të votimit, por sigurisht që pjesëmarrja filloi të rritet pas kësaj ore. Aktualisht që ne po flasim, ashtu siç e shpjegova, ndodhem në shkollën vjeçare Sabri Demeli. Duhet të thënë se ka pasur problematika të vogla në çast se i përket nisjes së procesit të votimit. Në shtatin sovjet të Bashkisë Malish procesi ka nisur një orë më vonë për shkak të mos funksionimit të pajisjes elektronike të identifikimit. Gjithashtu edhe në shtatin Baba në Devon është ndërprer procesi për rreth një orë derisa vendosimi pas ligjes së pajisjes elektronike të identifikimit. Rikujtojmë edhe një herë se qarku i Korçës ka 7 këznazë dhe 422 qendra votimi.